Mirëditat nderuar dëgjues të Radio Lushnjës, së bashku si çdo të premte në udhëkryq me mua Shkëlqim Bylyk Pashin, live edhe në rrjetet sociale në Facebook, mbi tema të ndryshme që ne gjykojmë që janë interesante për të gjithë dëgjuesit dhe ndjekësit tonë në rrjetet sociale. Sot ne kemi një temë mjaft interesante dhe unë kam zgjedhur një nga njerëzit më të apasionuar, më korrekt dhe më serioz në punën e tij, dhe ky është doktor Niko Ferro, historian, arkeolog, por dhe një hulumtues i apasionuar pas kulturës dhe trashëgimisë muzikare. E bëra këtë prezantim, faleminderit Niko që ndav me ne këto minuta dhe unë të për ftesën. Edhe unë erdha me shumë kënaqësi. Nuk ju ka munguar asnjëherë kënaqësi për ne dhe për dëgjuesit të Radio Lushnjës. Niko ne kam zgjedhur sepse është një nga personat më të duhur, më të kompletuar në kuadrin e një projekti që Horizonte EU, një mini projekti, është duke realizuar me temë ndërgjegjësimi të rinjve për vlerat e trashëgimisë kulturore në Bashkinë Lushnjë, mundësuar me mbështetjen financiare të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit MEKI. Përse është zgjedhur Niko Ferro? Jam i sigurt që gjithë e njihni, ajo që e bën më popullor dhe më të njohur është postimet e tij të herpashershme, ku sjell në vëmendje të gjithë të apasionuarve, por jo vetëm, gjetjet që ai ka si në fushën e arkeologjisë dhe të kulturës, po sfundmi ajo që ke bërë publike Niko janë disa shkrime që ti her pas here nxjerr nga arshivat e tua që i ke goxha të thella. Natyrisht që nuk dua të shtoj këtu dhe pikturën që është xixa juaj e parë dhe formimi juaj i parë profesional. Jeni shumë i kompletuar. Faleminderit. Kjo është kënaqësi për të ndarë së bashku bisedë. Por më keni befasuar me një tregues shumë interesant kur kemi bërë një orë edukimi me nxënësit e një shkolle, të shkollës Skënderi Behova, por dhe më parë të një shkolle siç ishte Gjovalin Daka, një kolegji, numri kindave të fustanella. Një gjetje shumë interesante. Ku e keni gjetur këtë si element dhe çfarë gjërash të tjera keni në arshivën tuaj, jo vetëm si memorien tuaj personale, por edhe të asaj që i shërben Bashkisë Lushnjë dhe Trevës Myzeqes? Po, është pyetje me shumë vend. Do ta them duke u mbështetur në foto, në gojdhena, por edhe me ato persona që unë kam takuar, biseduar në këto 15 vite, domethënë që punoj në muze, që më ka rastisur të mbledh edhe detajet veçanta, siç ishte edhe ajo e fustanellës. Myzeqarët kanë mbajtur fustanell. Dhe një foto shumë domethënëse është e vitit 1900. Aty është çifti myzeqar, veshur me të gjitha thonjza takamet, kur i themi, si të burrit edhe të gruas, me të gjitha uzët, elementet që ka përfaqësuar, dhe burri i veshur me fustanell. Kjo ishte shumë interesante. Kjo fotografi është marrë nga kërkimet e Karl Pach, që ka bërë studime në zonën e Myzeqes, dhe kishte ngelur disi Elen Menjan. Sot i kemi teknologjinë për ta zmadhuar, për ta shikuar dhe këtë gjë bëm. E zmadhuam dhe pam dhe poshtë fotografisë shënimi thuhet çifti myzeqar banor. Pra aty ka element të cilët sot po humbasin. Unë bëhet shumë qefi që gjatë aktiviteteve të ndryshme, panajirave, shohim të rinj dhe të reja të qendrës kulturore Pachezela, por edhe të tjerë, të cilët të sjellin ndërmend ato vallet, ato veshjet e bukura myzeqare. Por sa i ruajmë ne këto? A ruhen të plota këto? A i kemi ne siç janë sipas trashëgimisë tonë? A ruajnë ngjyrat? Dua të them që dhe ata pak specialistë që kemi që bëjnë këto objekte, janë me kokra që mund të numërosh me dorë, një në Libofsh, një në Fier dhe një në Berat. Ndonjëherë ngjyrat i vendos sipas dëshirave të tyre. Por që të ruajmë autonicitetin e tyre, ne duhet i referohemi objekteve që janë të ekspozuar nëpër muze, si e i Fierit, por edhe i Lushnjës, ruan këto veshje në mënyrë më të mirë, ku mund të merret edhe kampioni për të parë se çfarë ngjyre ka qenë, për të mos krijuar devijime derisa të arrijmë atë pikë ku dhe pjesa e këmishës bëhet ngjyrë të verdhë apo xhamadani me ngjyrë të kuqe, ndërkohë që nuk janë fare as pak të tonat. Në fakt është ngjyrë pupurt, ngjyrë blu e errët,
Më shumë është një blu e errët, po Blu e errët me një shkëlqim interesant, edhe e ruan ngjyrat e ruan këtë. Apo guna me reke që herja bëjnë në roz, herja bëjnë të kuqe, herë shtojnë ca forma me ngjyra të zeza që nuk i ka fare, por që ajo ka ngjyrën vishnje të saj të theksuar. Në fakt, të gjithë personat që kanë marrë licencën ose të drejtën e riprodhimit të këtyre ose ruajtjes së kësaj tradite duhet të jenë të trajnuar, Të jenë strikt, duhet të jenë të trajnuar dhe të dinë elementet. ka. Si mund kjo është vullnetare, kjo ruajtje e kësaj korrektësie, apo për shkak të tregut dhe presionit që ai ushtron, njerëzit përpiqen të marrin atë që duan dhe porositësi tek mjeshtri merr atë që do dhe ngjyrat ndryshojnë. Ja, po ju jap një variacion se Si mund të ruhet ky rregull? Ja, po marr rastin. Pak përpara se të shpallësh pavarësia, e kam fjalën për vitet 1910-1911. Aty kishe variacione shqiponjash. Por kur shpall pavarësia u rujt ai flamuri. Ai u vazhdua. Dhe sot të ruhet po një gjë. Pati pak ndryshime, kuptohet. Gjatë kohës komunizmit që vendon sa simbole të tjera. Por çfarë na ndodhi ne kur festuam 100 vjetorin? Ja ashtu quajtur flamuri kines. Totalisht kundërt, totalisht një zok i deformuar. Kjo zgjoi institucionet që shikoj të reagonin që edhe shqipon që kishim ne po humbiste. Po tjetërsohet. Po tjetërsohesh dhe nuk ishte më. Dhe prandaj lindi nevoja që këto simbolet tona kombëtare duhen ruajtur, duhen në institucione të posaçme. Po për të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe për veshjet, sepse edhe ato janë në fundit e me ato identifikohemi. Dhe kam fjalën vetëm për muzikjarët, po ato duhet jenë për të gjitha trevat. Të merret të ruhen dhe të thuhet që treva muzikës përdor këto ngjyra, treva e Mallakasës ka këto ngjyra. Apo trevat e tjera veriore, këto treve Korçës, si i ka po. Duke i ruajtur kështu, duke dhe i botuar, ne ruajmë autoktonin, që nuk u mbasin më. Pra i kemi të stampura dhe i dim që i kemi kështu. Se ndryshe shumë shpejt, do na u mbasin. Ashtu siç na iku një objekt që u fut së afërmi që e mbrojtën serbët. E thanë është e jona. Ndërkohë që ishte objekt autentik shqiptar. Lahuta është. Lahuta. Ata e përvetësuan. Kemi dhe ne. Se u treguan me shpejt. Tani ne kur do ta bëjmë? Kur do të zgjohemi nga ky gjumë letargjik? E bëm ndodhi gabimi edhe me flamurin, që shumë shpejt u verifikua, tani kontrollohet, është i saktë. Shikohen pendët, shikohet sjepi, syt, gjua, të gjitha këto. Dhe teknologjia këtë bën shumë të lehtë sot. Shumë të lehtë sot, po hajde ta bëjmë edhe kostumin, ta skanojmë dhe çdo fëmijë e ka të shkarkuar kudo online. E mirë do ishte që të ishte edhe një herë i libri i vendlindjes, po jo thjesht me fjalë, të ta mbushin shkruar me këtë element ju po ta shtuar edhe me foto. E dim shumë mirë që në teknikat mësimore, nga shumë mësues që kanë pyetur, por edhe vetë sepse kanë dhënë dhe mësim, brainstorm është pjesa më e fortë, më e mirë është ajo e të parit me video. Ajo do nxjerrim shumë. Si perceptimi me shikim është. Po hajde ta vendosim më shpejt. Me një disk e fusim në libër, edhe le të jetë që mësuesja t'ia u shpjegojë çdo njeri sipas zonës ku ai banon, si parkrainës, shikon dhe veshjet duke i ruajtur ato në mënyrën më të mirë. Nuk jam kundër për pasurimin, po jo dhe të shkatërrimit. Secila do të ketë pjesën e saj, qoftë ajo që ka për komercializëm. Jam dakord, unë mund të shikoj edhe parakalimet që bëhen në lushnjë. Por nuk është qeleshja jona. Është takia e zonës muzikës. Nuk jam kundra qeleshës. Por t'i ruajmë ashtu. Qeleshja është e zonës së Darsisë. Po. Ata e kanë të tyrën. Por them edhe për pjesën poshtë. Po. Jam dakord që i vëmë në për festa dhe në mënyrë të pavetëdijshme. T'ia mësojmë fëmijëve ashtu siç duhet, me takie, kjo zonë, ku shtrihet, kë ka pasur, si i kanë pasur, si i kanë ruajtur para ta, si kanë qenë. Me nxënësit në muze sollet dhe një element interesant lidhur me takien, Niko, ku përmendet që ka disa sekrete të punuarit të takies dhe mjeshtrat lënë dhe gjurmën e tyre që është origjinale në mënyrën e të punuarit të takies. Tek damarat e ke fjalën. Tek damarat, pikërisht. Po. Është lehtësisht e dallueshme kjo nga një sy i lirë?
Absolutisht shumë e dallueshme. Ka vështirësi për ta kuptuar. Sot takijet që flasim të mirë fillta nuk i ke fare me damar. I ke shumë të thjeshta. Si ndodh kjo? Janë pamundësit apo pamundësit apo nga mosnjoja? Po edhe nga mosnjoja, po është dhe ajo lëvizje që unë nuk i përmbajm saj dhe kaloj opa në një degëzim tjetër që ajo mund të jetë i keq ai degëzim sepse nuk po ruhen autoktoni. Mbet elementet e traditës. Mbet, duhet të ruajtur origjinales. Niko, duhet një institucion rregullator që të merret me simbolet, e kam sigurisht flamurin për shumë të tjera. Le të shërbejë edhe ky emision dhe ky podcast apo si i quajmë sot në forma nga më të ndryshme të kjo thirrje për të vënë lëvizje ato pjesë institucioneve që kanë në dorë një gjë të tillë. Ne në përgjithësi mësuar të presim ca gjëra nga qendra. Është ky rasti për diçka të tillë apo mund të ketë lëvizje lokale për të ruajtur, forcuar dhe edhe nxitur tek të rinjt dëshirën për do të bëjmë pak publicitet dhe përgjigjen do më japësh pas saj. Gjerdi, të ka sjell babi bukle për ushi.